Përshëndetje të dashur miq, jemi me analizë, ne sot do të fokusohemi në diplomacinë shqiptare dhe jo vetëm, ne do të ndalemi në situatën aktuale, në të gjitha këto ndryshime në rendin global, në ndryshimet gjeopolitike dhe vendin e Shqipërisë. Si paraqitet arkitektura e aleancave të Shqipërisë në vitin 2026. E ftuara ime sot është kryeredaktore e portalit online Argumentum.al, një bashkëpunëtore e analizë, Mariana Doda. Përshëndetje Mariana. Përshëndetje Eda, faleminderit që je bashkuar kësaj studioje, kësaj tryeze për të folur pikërisht për këto zhvillime. Sigurisht zhvillimet gjeopolitike janë më së shumti të lidhura me ato që flitet më shumë me ekonominë, me politikën, por edhe me diplomacinë dhe të gjitha këto ngjarje që prodhohen janë edhe pasojë e drejt për drejt e këtyre aleancave që krijohen, e diplomacisë së një vendi. Ne sot do të ndalemi tek Shqipëria, është pikërisht historia e fundit 35 vjeçare e Shqipërisë pas ndryshimit të sistemit politik dhe nuk janë pak vite, në fakt janë 35 vite ku Shqipëria ka riformatuar politikën e saj të jashtme, aleancat në një konfigurim nga partneriteti strategjik te aleatët më të ngushtë, tek bashkëpunimi për ekonominë, sigurinë, por edhe për kulturën, për arsimin, pra janë disi të ndara të gjitha këto. Kështu kemi të bëjmë edhe me një konfigurim jo të një trajtshëm me vendet fqinje, pastaj me vendet e rajonit, që i është dhënë një rëndësi e posaçme, duke krijuar Ballkanin Perëndimor, që në vitet e para, pas viteve 90, nuk ka qenë një terminologji kaq e përdorshme dhe e spikatur. Si e vlerësoni ju këtë konfigurim, le ta quajmë 35 vjeçar? Në të vërtetë, unë e quaj këtë lloj rikonfigurimi të suksesshëm duke marrë parasysh faktin që në ndër 35 vite të Shqipërisë pluraliste, sigurisht që kjo hapja e madhe në vitet 90, pra kërkesa legjitime, uniforme e gjithë popullsisë shqiptare që e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ka qenë ajo tokë fjalë që e ka ndjekur të gjithë politikën e jashtme, por edhe të brendshme të Shqipërisë, sigurisht duke i vlerësuar dhe të gjitha aleancat e saj politike dhe diplomatike, duke bazuar pikërisht tek rrugtimi i saj euroatlantik. Pra mendoj që duke pasur parasysh dy shtyllat kryesore ose dy objektivat kryesore në politikën e saj të jashtme, siç ishte pikërisht antarësimi në NATO dhe pa diskutim edhe antarësimin dhe Bashkimin Evropian, mendoj që për 35 vite pa diskutim që mund ta vlerësojmë si të suksesshëm këtë rrugtim. Ne jemi aktualisht një eksperiencë tërësisht e re, edhe aktorët, ata që e kanë formatuar, gjithë kanë qenë pa eksperiencat më parshme, por ndoshta duke ju referuar modeleve më të suksesshme europiane, demokratike. Sigurisht 45 vite komunizëm e pam ishte më le të themi kufizuar gjithë qasja e politikës së jashtme të Shqipërisë, por sigurisht që ajo ka arritur të sot që të jetë antare e NATO-s, që është një aleancë atlantike shumë e rëndësishme për Shqipërinë, por pa diskutim ka arritur që të avancojë sigurisht edhe në rrugtimin e saj drejt integrimit dhe Bashkimit Evropian. Duhet thënë se sigurisht Shqipëria është pjesë e natyrshme gjeografike e Bashkimit Evropian, duke qenë se ne jemi pjesë e Europës juglindore, pavarësisht se personalisht e quaj pak një lloj devize që na etiketojnë si thjesht si Ballkanas apo pjesë e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht ky është një nocion që vjen nga ndërkombëtarët, por natyrshëm ne jemi pjesë e këtij unioni gjeografik, por sigurisht shpresojmë që të jemi shpejt edhe pjesë e unionit të tryezës politike të Bashkimit Evropian. Dhe ashtu siç e thatë juve Mariana, nëse do t'i shikojmë në këtë analizë, pra pa pretenduar se do të trajtojmë të gjitha çështjet që lidhen me njëra tjetrën, siç e thatë edhe ju, ka qenë shumë herë më e lehtë antarësimi i Shqipërisë në Aleancën Atlantiku të Veriut, në NATO pra, dhe sigurisht që kjo është në krye të listës të gjitha aleancave që Shqipëria ka, që nga viti 2009, dhe Shqipëria është integruar me sukses në mbrojtjen e saj në këtë sistem euro-atlantik.
Por kemi pastaj Bashkimin Evropian që ne të gjitha shikojmë se antarësimi ecën në një rrugë të vështirë. Edhe në momentin që po flasim, kemi të bëjmë një proces të avancuar negociatash, madje jo vetëm njerëzit që merren drejt për drejt me këtë, siç janë diplomatët, politikanët, siç janë analistët e shumt, gazetarët, por edhe vetë populli ka informacion të madh për sa i përket, sepse është drejt për drejt i interesuar për këtë gjë. Megjithatë, në raportin e fundit të Komisionit Evropian thuhet se pavarësisht progresit të arritur, Shqipëria ende përballet me sfida, dhe në fakt to janë disa sfida të mëdha, siç është kapërcimi i polarizimit të brendshëm politik, përmirësimi i kulturës politike, forcimi i sundimit të ligjit dhe konsolidimi i reformave kundër korrupsionit. Duket si një rrugë e gjatë, ka momente lodhje, ka momente mosbesimi, megjithatë politika shqiptare por që nuk magjoranta shqiptare, por në mënyrë konstante është shumë optimiste. Dhe ky lloj optimizmi reflektohet edhe në ata përgjegjës, personat përgjegjës sa i përket Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian që raportojnë për Shqipërinë. Duhet krahasuar me antarësimin tonë të pra të Shqipërisë në NATO, që duke që ishte më e lehtë dhe më e bindshme apo më e pranueshme edhe për vetë këtë aleancë, duhet të thënë që ka një rëndësi shumë të madhe edhe momenti gjeopolitik në të cilët ndodhem. Sigurisht që antarësimi i Shqipërisë në NATO, përkundrejt asaj që ndoshta Shqipëria në sy të disa të tjerëve nuk e kishte plotësuar të gjitha kriteret, dhe ne jemi gjithashtu të vetëdijshëm se kapaciteti ushtarak apo e gjithë kësaj baze ushtarake ka qenë jo aq në nivel për të qenë një pjesë e bashkimit e NATO-s, ka ndikuar shumë besoj edhe orientimi pro-amerikan i Shqipërisë. I padiskutueshëm orientimi pro-amerikan, por unë do ta lidhja edhe me faktin që Shqipëria ka një rol stabilizues në Ballkanin Perëndimor, pra në këtë gadishull të Ballkanit, dhe është shumë e rëndësishme që perëndimi SBA-t e kanë zgjedhur me saktë si një pikë mbështetje dhe një aleat i pakontestueshëm sa i përket pikërisht këtij rajoni që sigurisht ka prodhuar her pas here dhe konflikte dhe destabilizime të ndryshme, nisur sigurisht edhe nga historiku i saj pas viteve 90. Dhe është e padiskutueshëm fakti që Shqipëria, pra, dhe këtu hyn me një rëndësi shumë të madhe roli i saj gjeografik. Pra, gjeografia na e ka mundësuar që ne të jemi dhe të ecim një hap më galopant drejt disa aleancave shumë të rëndësishme gjeostrategjike. Pa diskutim që Shqipëria duhet ta diversifikojë strategjinë e saj apo në aleancët e reja, se sigurisht vitin e fundit jo vetëm ne ecim drejt aleancave, dhe aleancat janë të interesuara. Pa diskutim, dhe sigurisht tu futem pa diskutim dhe aleancët e reja gjeopolitike, gjeoekonomike. Sigurisht ne jemi pjesë dhe një arterje shumë të rëndësishme gjeografike, pra që na mundëson që të jemi pjesë i disa korridoreve të rëndësishme ekonomike, dhe pa diskutim që këto do të cilin sigurisht dhe krijimin e aleancave dhe mbështetjeve të tjera edhe ekonomike dhe diplomatike. Megjithatë, për të ardhur tek pyetja juaj sa i përket sa i ngecje apo këtij ngërçi, le të themi institucional sa i përket aderimit në Bashkimin Evropian, që nga samiti i Selanikut që është bërë diku 25 vite më parë, që pati një hapje dhe një antarësim që ishin të vendet e tjera në Ballkan, pra siç ishte edhe Kroacia që u aderua atëherë në Bashkimin Evropian, mund të themi që ka patur një hap para dhe 2 hapa mbrapa ky lloj procesi. Sigurisht që ky është një proces shumë i rëndësishëm jo vetëm me përmbushjen e disa detyrave, por është një shkrirje e institucioneve, pra që do të jenë hap pas hapi në të njëjtin val me institucionet e tjera të Bashkimit Evropian. Edhe vetë Bashkimi Evropian gjatë gjithë kësaj periudhe, ndoshta për fatin tonë jo të mirë, ka patur problematikat e veta dhe her pas here edhe modelet e antarësimit të vendeve të tjera kanë patur kanë patur procedura, por jo vetëm, edhe kontestime nga vende tashmë anëtare të Bashkimit Evropian e kështu me radhë, dhe siç e thatë edhe juve, krijohen këto situata, dhe tashmë ky proces le të shpresojmë se ambicia e qeverisë shqiptare është shumë e madhe për vitin 2027. Është shumë e rëndësishme fakti që shpesh herë thonë që Shqipëria është një vend ekskluziv pro perëndimor, pra, por unë të lidh edhe një herë me pozicionin e saj që
natyrshëm jemi pjesë e këtij kontinenti së pari dhe kemi dhe ndajmë vlerat e përbashkëta. Por, sikur e tha dhe ju, vetë procesi i zgjerimit drejt integrimit pra në Bashkimin Evropian ka patur problemet e tjera të brendshme politike, si dekada fundit ka treguar që kanë qenë prioritetet e tjera diplomatike në Bruxelles. Megjithatë, zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor është pa diskutim një hap shumë i rëndësishëm, por ne shpresojmë që kjo mos të jetë vetëm sa i përket meritokracisë, dhe kjo pa diskutim është një pikë shumë e rëndësishme që ne ta meritojmë antarësimin ton. Unë do doja që të ishim një pjesë pra të jemi antarë i Bashkimit Evropian në mënyrë të pakushtizuar, ndryshe nga ajo që është elaboruar kohë të fundit që ne mos kemi të drejtë voto e tjerë, por me rëndësi është që ne jemi në këtë rrugtim dhe në fakt natyrshëm ne i përkasim kësaj tryeze europiane. Dhe ndërkohë kalojmë në një plan më të gjerë, juve sapo e thatë tani që profilin pro-perëndimor të vetë shqiptarëve në radhë të parë, gjithmonë shqiptarët kanë qenë pro-perëndimor, por edhe nga ana tjetër parë edhe në një plan më diplomatik, më geopolitik. Ne jemi pjesë e Europës dhe jemi, siç e thash, antar të NATO-s, tashmë pretendent për antar në Bashkimin Evropian, kemi partner strategjik shumë të rëndësishëm dypalësh, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky partneritet bazohet në mbështetjen e sigurisë, në reforma demokratike, në zhvillimin e vendit. Ndërkohë dhe Shqipëria ka dhe aleatë të tjerë të ngushtë bashkëpunimi me vende të tilla, për shembull siç është Italia, një nga fqinjët tanë antari i BE-s dhe NATO-s, Turqia nga ana tjetër, Mbretëria e Bashkuar, pavarësisht për shembull se Italia është partneri më i madh tregtar i Shqipërisë dhe një destinacion i rëndësishëm për shqiptarët për shkak të emigracionit. Ndërkohë, Shqipëria por Shqipëria në një optik më të gjerë, ndoshta prej 2 dekadash, ka në hartën aktuale të aleancave, nuk mungojnë vendet e lindjes së mesme, siç janë në këtë rast Izraeli, një miqësi kjo e cimentuar edhe gjatë mbajtjes nga ana e shqiptarëve në kodin e besës të refugjatëve hebrejnë për të shpëtuar ata nga mizoria naziste. Por nga ana tjetër, ky bashkëpunim dypalësh është rritur tashmë me Izraelin në teknologji, në mbrojtje, bujqësi, turizëm, por në të njëjtin rajon, gjithashtu Shqipëria ka forcuar aleancat e veta me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat në fakt përqendrohen në investime, por edhe në diplomacinë fetare. Dhe ndërkohë në një rend botror në ndryshim, unë për të parë në një panoramë më të gjerë këto aleanca, jam dalur tek artikulli juaj i botuar në portalin që ju drejtoni, Argumentum Pikal, ku ju theksoni veçanërisht urgjente është që Shqipëria të forcojë marrëdhëniet me Kinën, një aktor kryesor ekonomik. Përfitimet nga iniciativa Një brez një rrugë, investimet në infrastrukturë, energji, teknologji, duhet të shfrytëzohet, thoni ju, maksimalisht duke ruajtur në të njëjtën kohë dhe angazhimin euroatlantik. Ky bashkëpunim nuk duhet parë si kundërshtim ndaj partnerëve tradicional, por si strategji për t'i dhënë Shqipërisë më shumë hapësira. Pra, keni fjalën këtu për një ushtrim nga ana e leadershipit shqiptar të pragmatizmit në këtë rast? Pa diskutim. Shikoni, vitet e fundit ne kemi dëgjuar shpesh herë dhe nga leadershipi ynë drejtues që Shqipëria ka vetëm një plan A, nuk ka një plan B. Pra që plani kryesor është rrugtimi i saj euroatlantik. Dhe ky është i padiskutueshëm se vetë shqiptarët, duke qenë se kanë qenë njëkohësisht edhe emigrant për 35 vite, e kanë sjellë dhe këtë frymen e rëndësishme perëndimore pra edhe në Shqipëri dhe po jetojnë në një farë mënyre të qenurit europian, edhe pse nuk jemi pjesën ndoshta tryezës diplomatike të saj. Megjithatë, nisur dhe nga zhvillimet aktuale gjeopolitike, është shumë e rëndësishme që ne të ecim dhe të kapim të trenin gjeopolitik dhe gjeoekonomik në cilin aktualisht po ecin me shpejtësi. Si sigurisht, vitet e fundit na kanë treguar që disa aleancat e vjetra ato tradicionale, nisur edhe nga shtetet të mëdha me fuqi të madhe globale, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duket që po ripozicionohen pra në raport me shtetet e tjera, qofshin nëse deri dje kanë qenë
rivale të pakundërshtueshme, sot po shikojnë dhe po shtrinë dorën e bashkëpunimit, pra si në rastin e Rusisë, por pa diskutim edhe me Kinën, sepse sigurisht Kina e njihet tashmë për fuqinë e saj ekonomike globale. Shqipëria dhe Kina nuk kanë një raport të panjohur. Ka pa diskutim një raport të rëndësishëm historik, por kjo unë nuk do doja që të mbetet vetëm në kuadrin e nostalgjisë të asaj që ne kemi patur një raport shumë të mirë, të mirësisë tradicionale, por që është ruajtur pa diskutim edhe në vetdijen e Kinës, por edhe të shqiptarëve në Shqipëri. Kështu që Kina nuk është e panjohur për ne. Madje ajo shpeshherë ka shtrirë dorën e bashkëpunimit në iniciativat të partner ekonomik, kemi shkëmbime të shumta, po kështu edhe turizmi. Po ka qenë pra një nivel stambël i marrëdhënieve diplomatike. Por është shumë e rëndësishme fakti që në këtë moment kur ne po shikojmë që disa aleanca po ndryshojnë, sigurisht janë shumë fluide. Janë shumë fluide dhe secili tashmë po mendon ditës edhe të interpretuara në planin, për shembull, thjesht po marr një shembull të marrëdhënies midis kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe presidentin amerikan Trump, që para pak kohësh ishte një marrëdhënie shumë e ngushtë, gati personale. Sigurisht, po në fund të ditës dhe vetë Meloni tha, shikoni që unë mbroj interesat e kombit italian. Sigurisht ne po flasim për persona, po flasim që pas këtyre këto persona përfaqësojnë vende dhe vendet. Sigurisht. Dhe përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e tyre kombëtare. Dhe pikërisht unë këtu dua që të ndaloj faktin që a ka Shqipëria sot në një paradigmë që e mbron interesat e saj kombëtare, dhe interesat e saj kombëtare nuk shtrihen vetëm me faktin që ne jemi pjesë e një aleance. Absolutisht, ne jemi me fat që jemi sigurisht antarë të saj, por sigurisht është shumë rëndësishme që ne të përfitojmë nga pozicioni ynë gjeografik. Ne jemi me fat që ndodhemi në këtë pikë gjeografike të këtij rajoni dhe sigurisht na mundson edhe krijimi dhe të jemi pjesë e korridoreve të rëndësishme ekonomike. Sigurisht ne e dim që Kina ka 2 platforma të rëndësishme sa i përket këtij rrugtimi, siç është Brest dhe Rrugë, sigurisht një vijim i rrugës së vjetër të Mëndafshit, që aktualisht, duke qenë se në kohët e vjetra Shqipëria ndoshta nuk ishte drejt për drejt pjesë e kësaj rruge, por ajo nga 2012 është antare e këtij mekanizmi, pra Brest dhe Rrugë, dhe sigurisht edhe platformës së rëndësishme që siç është Kin Evropë Qendrore dhe Lindore. Janë 2 platforma ekonomike të cilat janë të shtruara në tavolinë, ku vendet e rajonit siç edhe ju e keni thënë në artikullin tuaj kanë përfituar, po jo vetëm vendet rajonit Ballkanit Perëndimor, por Europa Juglindore në tërësi. Kemi shembullin e Hungarisë, shembullin e Serbisë, por edhe të Kroacisë, pra që janë dhe vende të Bashkimit Evropian, antarë të Bashkimit Evropian dhe vende antarë të NATO-s, pra që kjo nuk janë element që mund të ndalojnë këto vende që të krijojnë aleance dhe bashkëpunimet e tyre ekonomike me vendet e tjera dhe me fuqi të mëdha, siç është në këtë rast Kina. Pse e them konkretisht Kinën? Kina është sot aktualisht një nga vendet pra që le të themi hambari i botës, pra sa i përket prodhimeve ekonomike nga fabrika është tregu. Tashmë po kthehet sigurisht edhe një treg i madh botëror dhe ne duhet të jemi më fat që kemi një marrëdhënie tashmë të njohur me Kinën. Janë bërë edhe disa hapa në këtë drejtim nga bizneset shqiptare, të cilat marrin pjesë në për expo të ndryshme si në Ningbo, por edhe të tjera apo në Shanghai edhe ku kanë edhe kontaktet e tyre, dhe këto nuk duhen nënvlerësuar. Sadopak mund themi që mjalti shqiptar është i njohur apo qoftë edhe prodhime të tjera, por gjithsesi për një vend të që është në një si Shqipëria, treg të madh, pjesë e këtij tregu dhe sigurisht janë disa shembuj nxitës gjykoj. Për post kësaj është fakti që ne kemi portin më të madh në Ballkan. Pra, ne duhet ta kishim shfrytzuar dhe kemi të gjithë potencialin për të shfrytzuar të gjitha këtë infrastrukturën, jo vetëm pra të portit, por edhe këtyre arterëve të tjera ekonomike që e lidhin sigurisht Kinën me pjesën tjetër të Europës dhe Ballkanit Perëndimor, dhe është shumë e rëndësishme që ne ta shfrytëzojmë këtë potencial. E kam theksuar në artikull dhe e theksoj edhe një herë këtu, faktikisht në aq sa unë kam studiuar dhe shikuar në politikën e jashtme të Kinës,
Shqipërinë, në asnjë moment nuk e kam parë, nuk e kam gjetur që Kina nuk e mbështet për shembull procesin e Bashkimit Evropian pra këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra ne kemi parë raportin e saj me Serbinë, me Kroacinë, me Malinizinë, me Maqedoninë e Veriut, por më vjen keq që Shqipëria është ende hapa mbrapa asaj për kjo shikohet edhe në vetë marrëdhëniet e Kinës me Bashkimin Evropian dhe me vende të rëndësishme. Kjo është një shembull shumë i mirë për të thënë që ndër të tjera Bashkimi Evropian dhe Kina kanë një marrëdhënie shumë të konsoliduar sa i përket përfitimeve ekonomike. Dhe pse jo në një vend i vogël në zhvillim, pa diskutim, kjo do të ishte edhe një ndjemes për ne që ne të ecim edhe me hapa të përshpejtuar drejt integrimit dhe drejt Bashkimit Evropian, dhe sigurisht ne kemi një infrastrukturë rrugore të stabilizuar që ka një lloj garancie sigurisht edhe në krijimin e vendeve të punës për shqiptarët, sigurisht që kjo do të ishte edhe një hap shumë pozitiv që ne të ecim edhe më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Pra ne duhet që të shfrytëzojmë sot të gjitha aleancët e mundshme. Më vjen mirë që sot Shqipëria për shembull ka krijuar aleancë të qëndrueshme edhe me Azerbajxhanin që është në Kaukazin e Jugut. Pra e ka është bërë pjesë një arterie të rëndësishme të gazit, duke qenë se vite më parë TAP ka kaluar pa diskutim edhe në rrugën shqiptare, çka e sjell dhe e bën që Shqipëria të jetë pjesë e disa tryezave të rëndësishme të korridoreve ekonomike. Dhe ne e shikojmë sidomos aktualisht pra në këtë tranzicion që po jetojmë, pra që do thotë që po kalohet pra drejt nga rendi i vjetër drejt një rendi të ri, po shikohen të gjitha aleancët e mundshme që mund të sigurojnë një vendi partneritete të ndryshme që ne mos të mbetemi vetëm me një plan, por sigurisht që ne kemi disa mundësi të tjera, mbi të gjitha për zhvillimin e vendit tonë. Mariana, unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim në analizë. Faleminderit. Të dashur miq, sot me analisten Mariana Doda, kryeredaktore e portalit online Argumentum.al, ne u ndalëm në arkitekturën e aleancave të Shqipërisë në këtë sfond të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, të rendit të ri botëror dhe në të njëjtën kohë dhe në të gjitha ato aspekte të zhvillimit 35 vjeçar të kësaj diplomacie dhe të aleancave të Shqipërisë me vendet me të cilat bashkëpunon në të gjitha fushat. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshi.